që ditën e sotme zhvillohet seanca e radhës në Hag për 4 shënë e madhe, është mbrojtja e Jakub Krasniqit. Më pas do kemi fjalën përfundimtare për të akuzuarit, ndërkohë që nesër do zhvillohet në Prishtinë protesta e madhe në mbrojtje të ish-krevëve të UÇK-s. Për skenaret çfarë mund të ndodhë, sa mund ndikojë kjo protestë, por edhe një zhvillim të fundit, pasi 30 deputet në Zvicër kanë dorëzuar një rezolutë në gjykatën speciale që ketë një gjykim të drejtë. Do të flasim për gjitha këto me zotin Ramadan Avdiu, ish deputeti PTK-s, nënshkruesi i pavarësisë, konsull i Kosovës në Gjenevë. Zoti Avdiu, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje për juve dhe audiencën e juaj të nderuar. Faleminderit ju. Ky rast nisi edhe përveç Carla Del Pontes nga Dick Martin, por ndërkohë që tani nga 30 deputet zviceran kemi një kërkesë, një rezolutë në gjykatën speciale, pra që të merren parasysh të drejtat edhe drejtësia në këtë rast, që për këtë luftë të drejtë që është bërë, mos kemi një dënim për 4 shënë e madhe. Mendoni që do të ndikojë kjo, por edhe protesta? Sigurisht që do të mund të ndikojnë, sepse një pjesë e konsiderueshme e njerëzve të cilët e kanë përcjellur ecurinë e këtij deri tashme të këtij procesi janë të indinjuar me shkeljet drastike që i ka bërë zyra e prokurorisë tash quajtur speciale dhe me shkelje drastike të drejtave të njerëzit, sepse ka më shumë se 5 vite po mbahen në burg në kushte të rënda, më shumë se 2 vite kanë qenë edhe pa akuzë, kështu që të gjithë njerëzit të vullnet mirë, të cilët aspirojnë drejtësi, ata janë të indinjuar dhe kërkojnë nga gjykata që të respektojë parimet ligjore, të respektojë ligjet e Kosovës, shtetutën e Kosovës dhe standardet e drejtësisë ndërkombëtare që fatkeqësisht deri tash nuk janë respektuar. Zoti Avdiu, për post dëshirës, si mendoni që do jetë përfundimi, epilogu i këtij procesi? Për ne nuk mund të ketë epilog tjetër përveç se të shpallen të pafajshëm dhe të kthehen në xhirin e familjeve të tyre, këto po them viktimat e padrejtësisë së shekullit do ta quaja, sepse këtu përveç po synohet që të gjykohen liderët e udhëheqësit e luftës çlirimtare në një farë mënyre, po synohet të gjykohet edhe lufta e drejtë çlirimtare dhe ushtria çlirimtare e Kosovës. Ata e kanë jetëve eventuale të cilëve do të mund të dhënë në pikpyetje edhe rezultatin e kësaj lufte që është pavarësia e Kosovës. Ata e kanë ndarë shtabin, kjo lëvizje e fundit, ju si e gjykoni? Të ka pas një paqëndrueshmëri dhe gjykatës nga momenti si u nis për Shtëpinë e Verdhë, si vazhdoi me akuzat, më pas në fund fare ndan përgjegjësinë nga shtabi te individuale. Po në përgjithësi do thotë gjykata është mbasi institucionet e Kosovës kanë qenë para një presioni të madh dhe nuk e kanë peshuar mirë, sepse nuk është dashur fare të formohet kjo gjykatë, për arsye ose të paktën është dashur të formohet deri në konferencën e parë të ish prokurorit Williamson, i cili deklaroi se nuk është gjetur asnjë gjurmë rreth akuzave të pretenduara me trafik organesh në Shtëpinë e Verdhë, sepse raporti Dick Martit ka luduar që janë zhvilluar krime të tilla monstruoze në territorin e Shqipërisë në Shtëpinë e Verdhë, mirë po pas volumtimeve që i ka bë një gjykatë kredibile, siç ka qenë Tribunali Penal ndërkombëtar për ish-Jugosllavin, kanë ardhur në përfundim që atë ka qenë një thjesht një tendencë për të involvuar edhe Shqipërinë, po edhe ushtrinë shqiptare të Kosovës në krime të tilla të tmerrshme. Dhe pas kësaj deklarate nuk është dashfare që të funksionojë më kjo gjykatë, por fatkeqësisht që ata kanë pasur për qëllim me çdo kusht që të relativizojnë
krimet të cilat I ka bërë Serbia në Ballkan, jo vetëm në Kosovë, por edhe në Bosnjë dhe në Kroaci, dhe duke u përpjekur që ta shpërndajnë përgjegjësinë të gjitha aktorët që kanë luftuar. Dhe kjo gjykimi kundër pjesëtarëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës vërtet është shumë I padrejtë. Ju folët për relativizim, por edhe frika e një drejtësie politike në këtë rast. Kush do të rrezikonte më shumë nga katërsheja e madhe? Shqo këtu, për mendimin tim, në rast se do të shpallën fajtur, atëherë është shumë evidente se gjykata në këtë rast nuk është instrument I drejtësisë, por është instrument politik. Dhe nëse njëri shpallën fajtor, për mendimin tim, ata do të synojnë që të shpallën që të katër fajtor. Por deri me tash, edhe fjala përfundimtare e mbrojtjes deri tash, po besoj që edhe në vazhdim sot ditët në vazhdim, do të demolohet, do të dekonstruktohet në përgjithësi akuza e konstruktuar, sepse akuza e konstruktuar nga prokuroria mbështetet kryesisht në materialet të marra nga prokuroria e Serbisë, nga shërbimet e fshehta të Serbisë, gjë që po e pohojnë edhe vetë ata, njëri prej udhëheqësve të propagandës serbe gjatë luftës Kosovë, që ka qenë një gazetar, Milovan Drequn, që tani është deputet parlamentit në Serbisë dhe ka qenë kryesues I një komisioni, ai e pranon edhe publikisht se praktikisht të gjitha akuzat të cilat janë ngritur ndaj krerëve të UÇK-s janë marrë nga Serbia. Dhe rezoluta e Kuvendit të Kosovës base është dashur që në mënyrë eksplicite të kërkojë që të hudhen poshtë të gjitha ashtu quajtura prova të marra qoftë nga prokuroria e Serbisë, qoftë nga shërbimet sekrete serbe, por edhe provat të cilat janë dhënë nga dëshmitar jo kredibil, të cilët ato deklarata, ato akuza I kanë dhënë para prokurorisë speciale për ta rregulluar statusin e tyre social në vende të ndryshme të perëndimit, ose dhe ka të tillë që kanë bërë deklarata për ta akuzuar ushtarët e ushtrisë shqiptare të Kosovës me direktiva të shërbimeve sekrete serbe, por edhe të tillë që kanë synuar ta blejnë lirinë e tyre. Për fatin tonë të keq, Serbia ka bërë një punë mjaft fuqishme. Po mbrojtja jonë si ishte në Hag, sepse pam që akuza ishte e njëjtë për gjithë, për çudinë e madhe të gjithëve, po mbrojtja për ju ishte nivelin e duhur. Mbrojtja për mendimin tim ka qenë shumë profesionale, ajo në mënyrë me të argumentuar e ka dekonstruktuar akuzat e ngritur nga prokuroria, sepse është parë që aty ka pasur konstruksione, ka pasur sajesa, domethënë nxjerrja deklarata nga konteksti, ka pas shkurtesa të dhe paraqitje përpjekje për të paraqitur provë diçka, domethënë që është nxjerrë, nuk është lënë tërësia e fjalisë, por vetëm një pjesë në mënyrë që të tingëlloj sa më akuzuese, them kështu, ose sa më bindse, por që mbrojtja e të gjithë katër protagonistë të kësaj maskarade gjyqësore në mënyrë profesionale ka dekonstruktuar edhe ka demoluar akuzën e prokurorisë. Prandaj edhe pas fjalëve përfundimtare që do të jipen, besoj që çdo minutë mbajtjes në burg të katër liderëve të Kosovës do të jetë edhe e padrejtë edhe absurde. Zoti Avdil, pak ditë më parë ish presidenti Recep Tayyip u shpreh që kjo gjykatë duhet të mbyllet. Parlamenti duhet ndërhyjë në këtë rast I Kosovës, ai që miratoi dhe ta zhbëj. Ju jeni ish deputet edhe njihni mjaft mirë dhe procedurën atje edhe kontekstin dhe situatën e momentit gjeopolitike, pra duke marrë parasysh gjitha rrethanat. A duhet bëhet kjo? Normalisht, po të pyetëm unë, po, nuk do ta pritja orën tjetër. Në këtë orë do kërkoja në instancë parlamentit që të zhbëhet kjo gjykatë, mirë po, mënyra se si është aprovuar, mënyra se si është formuar kjo gjykatë dhe
mënyra se si është parapar pastaj që të zhbëhet është bukur e vështirë sepse edhe është bërë në koordinim në bashkinë ndërkombëtare dhe tani do të jetë një presion i madh dhe bashkinë ndërkombëtare që ky proces të shkojë deri në fund se nuk mund të ndalet tani në gjysmë të rrugës. Meqense ka filluar procesi duhet të ketë një epilog që për ne epilogu duhet të jetë i qartë që liderët e ushtrisë shqiptare të Kosovës duhet të lirohen, të shpallën të pafajshëm dhe pastaj kjo gjykatë të mbyllet ky kapitull që do të mirret si shembull për të keq në analet e drejtësisë ndërkombëtare. Ju asa kohë keni qenë brenda situatës zhvillimeve, a është e vërtetë që nëse kishte një presion që nëse nuk do ta miratonte Kuvendi i Kosovës, një gjykatë të tillë do ta miratonte OKB-ja, po mund ta lejonte SHBA-ja në OKB që të miratohej, pra ishte vërtet një presion i tillë atëherë apo përdoret tani për justifikim? Dua të theksoj që në kohën kur është kur janë themeluar të dhomat e veçanta, unë nuk kam qenë pjesë e parlamentit. Nuk e kam qenë në parlamentit, po të situatës brenda. Për mendimin tim, Këshilli i Sigurimit nuk do të mund të krijojë një gjykatë e cila do të merrej ekskluzivisht me drejtësi selektive. Sepse kjo gjykatë, në vend se të gjykojë kriminalet e vërtet, ata të cilët kanë ushtruar gjenocid mbi popullsinë civile, ajo po gjykon viktimen. Prandaj, nëse Këshilli i Sigurimit apo OKB-ja do të kishte themeluar një gjykatë, ajo do të kishte trajtuar të gjitha krimet që kanë ndodhur në territorin e Kosovës, në këtë rast më bën mendja që vetë Serbia do ishte kundër sepse ajo është e vetëdijshme për krimet që i kanë bërë dhe përpiqen vazhdimsi që t'i fshehin ato. Edhe diçka të fundit kam, sepse përveç furnizimit nga Serbia, ne kemi edhe vetë problemet tona dhe akuzat mes nesh. Edhe në këtë rast, ka pasur mjaft akuza, deklarata nga familje jo pak me peshë në Kosovë, për shembull, familja Geci për Thaçin, por edhe Imeri e tjera, për postë dëshmive në Hag. Ju si gjykoni? Që për mendimin tim ata ose kanë rënë në Gratsk, ose bëjnë punën e djallit. Sepse unë jo rastisht të thash që ka dëshmitar që edhe kanë mund të blejnë lirinë e tyre. Ata akuzat janë shumë të paqëndrueshme, nuk janë të verifikuara, ato janë kryesisht spekulime, të cilat për fat të keq duke i ricikluar ato kanë edhe duke i stërpërsëritur, sikur kanë zënë vend që njerëzit edhe mund të dyshojnë se ka diçka të vërtet në këtë mes. Vrasjet të cilat kanë ndodhur, do duhet dhe nuk janë zbardhur akoma, për mendimin tim gjithmonë ka pasur synime që të futen pistat e hetimet në pistat gabuara dhe fatkeqësisht edhe organet të cilat është dashur që të merren me zbardhjen e këtyre rasteve kanë përshtypjen që janë futur në pistat gabuara dhe aty rezulton edhe fakti që s'kan mund të zbulojnë aktorët e vërtet. Dhe këto bën më shumë për shkak edhe të inateve, të meskiniteteve, të xhelozisë, por edhe për shkak debati më i madh është edhe te komunikata 59. Ajo që mban ndezur edhe opinionin te familjet e kanë fjalën Geci. Po tash ajo komunikat them drejtën unë nuk meqense nuk jam marrë atë nuk di çfarë të them, por ka pasur jo vetëm dyshime, por kanë qenë konstatime se gjatë periudhës së luftës njëri prej luftëtarëve të orëve të para të ushtrisë shqiptare të Kosovës, Abidin Rexha, ka qenë i vrarë nga pjesëtarët e asaj familje. Të lutem me diçka. Që debati shkon aty, ata përpiqen në vazhdimsi që ta mohojnë atë përderisa ata të cilët edhe kanë parë trupin e vrarë të Abidin Rexhës i kanë vrejtë edhe janë parë gjurmët e plagëve, kurse më vonë pastaj këta thirrën me një obduksion i cili është bërë disa vite më vonë dhe që thuhet që sikur nuk ka qenë i vrarë, por ka qenë i vdekur nga. Kjo do thotë mbase është ne nuk kemi pas në atë ku organe
të konstituara mirë, që do të mund të qoftë në mjekësinë ligjore, qoftë në organet e drejtësisë, të drejtësisë, që ta mbyllin këtë rast të drejt, dhe kanë vetë disa raste kanë vetë me dilema të cilat her pas here ngriten, komentohen, mund të trajtohen në mënyra të ndryshme, por është koha kur duhet përfundimisht të raste të mbyllen dhe të marrin një epilog që të mos ngriten në momente të caktuara dhe të qoftë rriten spekulimet, qoftë edhe të shfrytëzohen apo përdoren për qëllime politike. Edhe diçka të fundit kam, fakti që kryetari i trupit gjykues ka qenë më përpara në Kosovë pjesë e Uleksit. Pra, e njeh situatën aty pak a shumë. Është favor apo disfavorin tonë në këtë rast? Unë normalisht ai do ta njeh situatën mirë, po do të nisem edhe nga një proces në cilin ai ka qenë, domethënë pjesë e panelit gjyqësor dhe janë dënuar grupi Drenicës me kështu pa fakte të verifikuara, sepse është shumë evidente dënimi i Tazëmit njëri prej komandantëve në zonën e Drenicës që akuzohet për një vrasje që nuk dihet kë e ka vrarë, kur e ka vrarë, ku e ka vrarë. Thjesht është një spekulim, thotë e ka vrarë një njeri, por nuk ka as identiteti atij personit vrarë, as datën kur, as orën kur, as vendin kur. Domethënë ka qenë një dëshmi e paverifikuar dhe një vendim i tillë mbi bazën e një prove të tillë është absurd. Dhe këtu i frigohem që kjo gjykat mundet që për qëllime politike mbase edhe të marrë ndonjë vendim që do të jetë i papranueshëm për pjesën absolute të popullit tonë, që do të mund të eventualisht të shpallë fajtor ndonjërin prej të akuzuarve, por që realisht provat nuk kanë. Provat nuk janë kredibile, janë të sajuara, janë konstruksione dhe është për të çuditur se si për më shumë se 5 vite mbahen në burg, mbahen të privuar nga liria për cilën kanë bërë gjithçka këta 4 pjesëtarë të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Zoti Avdiu, unë të falenderoj shumë për bisedën. Qofshin nderuar.